Jo se ju keni ndonjë informacion. Ne kemi një akus të faktura me zonë. Ne sot nuk kemi një akus të faktura. Dhe gjithë kazani i opozitës e kërkon që njeriu më të pushtetshëm politik që Dibrën u tregoi dhe fjerën duan në burg sepse nuk e mundin dot po të jetë në terren. Nuk e mundin dot. Dhe ata e duan burgun. Po kupton, kanë atë kulturën e burgut. Sekretari i partisë Tember Hoxhës kërkon burg për zonën Balluku. Pse kërkon burg për zonën Balluku? Sepse nuk e mund dot politikisht. Dhe në këtë rast ai skapi që ata thonë, po i bën shërbim politik këtij klani i cili kërkon që ta shkrijë. Opozitës pra. Okej, pauzë. Ka qeverisë opozita, më qeverisë majoranca. Ila pashaka dhe vjerë dhe ndibër, e kupton. Nuk qeverisë opozita. Ikën spatur gjithë, e kupton. Si çerdhën e ikën kopurë gjithë. Kika, nuk qeverisë opozita në këtë vend. Urdhë? Ka 13 vite që nuk e ndjen erën në pushtetit. Qeverisë se ku kanë Balluku dhe qeverisën në 8 vite kemi parë shumë mirë o zoti Lita, lutem, se si kishim drejtor, funksionar, të dënuar me vendim gjykate dhe formës per dhe ushtronin detyrën funksionale nga shtëpia dhe firmosnin për llogaritë të shtetit shqiptar. Vërdëmet që kanë bërë janë në SPAK dhe po hetohen. Kush po heton? Çfarë po? Un kam 4 të vrarë akoma se kam të tjerë. Ku? Ç'a timi ke? Kam të vrarë në 21 janar, kanë vrarë në Gërdet. Ç'a timi po bën? Ç'a timi? Pa të bërë përpresën e pa ne kemi drejtësi. Pa ne kemi se ministri pas këtë dëshirë, do të bësh të prokuror, të bësh ti këto veprime. Nuk bën prokuror, se kam atë fushë. Shteti ka caktuar akuzën prokurorisë. Dakor? Dhe ata po bëjnë procedurë, i kanë thirrur, për 20 janarin i kanë thirrur të gjithë, përveç Edi Ramës. Ishte lideri i opozitës në atë kohë, pra, inicioi protestën. Inicioi protestën. Ata kanë menduar që nuk duhet thirrur. Për plagën që na kanë shkaktuar ne, që na vranë 4-20 tanë. Për çfarë do të fritet Edi Rama në prokurori? Kat, për sa do të bëj pyetje tash. Unë mendoj që duhet thirrur. Unë kam fjalën, edhe unë vetëm kam simpatizantë dhe mua më vrasi ka hetimin. Unë mendoj që duhet thirrur për një sër elemente që ndihmojnë hetimin. Ata kanë menduar ashtu, ata janë vendimarrës. Unë si qytetar dhe si gazetar them që duhet thirrur. Ata kanë menduar ashtu dhe sepse ata kanë kompetenca. Që të kuptojnë qytetarët ne kemi deleguar, ne si qytetarë pa ne kanë lënë aty ku jetë, aty do ta lënë gjithmonë. Ne nuk mund të bëjmë di që ishte një kryq shtatoror dhe prokuroria publike. Ku ta verifikojë dhe prokuroria të kuptojë njëri mirë që kjo parti që pretendohet që na vinë në pushtet dhe kjo parti që përpiqet të bëjë opozitë dhe kërkon që të marrë pushtetin është parti që ka vrarë njerëz. Kujtojmë 97-ën, 98-ën, kujtojmë mos bëj politik tani, lutem. Kujtojmë Gërdecin, kujtojmë Isin Janari. Mos bëj politik. Janë njerëzit që kanë vrarë njerëz zoti Lida. Kupton, ne nuk vrasim njerëz. Po kush e ka nxjerrë që kanë vrarë njerëz? Juve apo ta nxjerrë gjyqësori dhe këtë gjë? Do nxjerrni Juve? Jo më ta nxjerrë gjyqësori, pra lëre të flasë gjyqësori. Po lëre po atë kërkojmë. Mos kërkoni që gjyqësori të vijë të bëjë ligje në parlament, mos kërkoni që gjyqësori të bëjë politika në qeverie. Që të ndërmarrë absolutisht. Pa ne kemi dhënë pavarësi total. Ne kërkojmë vetëm standardin nderuar. Kërkojmë vetëm standard. Standard që nuk e standard për gjithë qytetarët, nga më thjeshtë deri më te lartë. Po, zoti Hoxha. Ideja është e tillë që si falsifikimi i dokumentave, si shkelja e barazisë në tendera, edhe janë disa vepra penale të tjera, nuk kryen per se, pra pa një qëllim të caktuar. Do të ishim në kushte ideale nëse Malizi, një strukturë qeveritare, po themi, si që morë, dhe një strukturë qeveritare nga Turqia do vinin dhe do na thonin këtu dhe ne do thoshim që preferojmë Turqinë geopolitika e gjithë të tjera. Këtu bërë fjalë për... Po mi më burë të lutem. Me ore një shembull për të them. Këtu bërë fjalë për paratë e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, të cilat janë besuar të menaxhohen nga një person. Dhe ky person i caktuar do të zgjedhë ofertën më të mirë me çmime më të ulët. Po pra ka sa kritere domethënë. Patjetër që ka kritere dhe kriteret janë ligjore. Nëse këto kritere ligjore shkelen, vetëm nëse shkelen, quhet shkelje barazisë në tendër. Nëse do të gjenden, të paktën unë s'dua të bëj publik ato që fliten, që unë nuk i kam lexuar, po edhe sikur ti kisha lexuar, nuk jam budallat që ti them. Por nëse janë hapur disa telefona, janë zbuluar disa biseda dhe gjithë të tjerat, nuk ngelet më shkelje e barazisë në tendera, shkohet diku më tepër. Në fakt, shkelja e barazisë në tendera, çfarë prodhon? Kjo është pyetja. Shkelja e barazisë në tendera prodhon pa barazi për një person të caktuar apo për një kompani dhe prodhon minimalisht një dëm financiar për buxhetin e shtetit dhe maksimalisht një të ardhur të përfituar në mënyrë palishme për atë që ka kryer barazia. A është një akt korruptiv? Patjetër që ka një background të një akti korruptiv,
por duhet shkuar me prova. Nëse prokuroria e posaçme ka zbërthyer disa telefona, siç përflitet, të zotit Berberi dhe me radhë, atëherë do të shkojë te zonja Balluku. A ka prova në gjykimin tuaj nga ai